Për të 13-in vit të radhasi në Shkodër ka nisur torneu ndërkombëtar i boksit Vllaznia Memorial 2016. Këtë vit pjesëmarrëse janë Ukraina, Kazakistani, Bullgaria, Shqipëria, Kosova, Malizi dhe Maqedonia. Dita e parë ofroi 6 ndeshje në total, teksa nga 4 që patën boksierët e Shqipërisë, 2 prej tyre kanë arritur të fitojnë dhe janë shkodranët Arion Kajoshi dhe Nelson Hysa. Klebi Zvrapi dhe Ardit Nuria kanë humbur 2 takimet që patën. Për Kosovën ka fituar Violent Sulejmani, ndërsa ka humbur Naser Shala, rezultate për cilat trajneri Zevgjoni është shprehur i kënaqur. Kishe besim se Kajoshi shumë i servitur. Për Hysa e kishe sa glam që do ta fitote, po tash Hysa ka në Bullgarin, Kajoshi prap ka ndeshje nesër me Malizi, ashtu dhe Zeneli po me Maqedoninë, pretendojmë që shkojmë 4 në finale. Pjesëmarrja nuk ka kënë shumë e madhe, por niveli është këtu ka dhe boksierët e ABS-s që boksin profesionist kazak. Për mua boksierët që i njohim, niveli është i kësaj pjesëmarrje është shumë i fortë. Dëshirojmë që paktën 2 boksierët fitojmë medalje. Trajneri Gjoni është shprehur i revoltuar sepse tifozët kanë paguar biletat që kushtojnë 100 lekë të reja, gjë që për të nuk është e drejtë. Tifozët presin, po që dita që kanë bërë bileta, nuk lënë televizore, unë nuk di që bën këtu. E kanë mbyll pallatin. E kanë blloku. Pallatin e kanë blloku. Nesër do ta zhbllokoj pallatin. Edhe kush nuk ka parë me ardh vinë se do tifozë tan pa lekë. Nuk një as bashkia s'kërkon për boksin. Që boksi fukara boksër dhe vinë tifozët, do me kërkuj 1000 lekë njerëzit, absolutisht. Kush dhe tifozët vinë, unë do të zhbllokoj aty. Do tifozët gjithë tifozët që, ata tifozët që janë në gjendje që nuk kanë për të blerë një bilet, unë do tifozë vetë, ose me parat një, ose do tifozë mërë në pallat. Gjithë jenë në pallat sportit. Nes edhe mases janë finalet. Në ditën e parë rezultatet më të mira i ka Shqipëria dhe Kazakistani me nga 2 fitore, ndërsa Bullgaria dhe Kosova kanë nga 1 fitore, ndërsa boksierët e Ukrainës, Mali të Zi dhe Maqedonisë nuk janë ndeshur akoma.